Të dashur miq, dje Totorino i Shqipërisë po paraqiti programin ai hapi fushatën më të shkret që ka hapur ndonjëherë ajo parti që nga koha e partisë punës gjersot. Duhet falenderoj në emër tuaj socialistët e Tiranës dhe qytetarët e Tiranës. Të falenderoj punojësit e administratës që e lanë atë në vetmin më të madhe. Jeni treguar patriot, ju garantoj se programi ynë është program për gjithë shqiptarët. Ai u përpoq të mbuloj dështimin me vallën e ministreshave të tij, të stolisura sikur t'ishin sultaneshat Zulilandit me aksesore gjingla mingla nga më të kushtueshmet. Shifni vetë, dhe të gjithë fjallën e ti, fjalla qytetar nuk ekziston, hallet e qytetarëve nuk ekzistojnë, e mbyllen programin me vallën e hajdutit, duke u thënë shqiptarëve se u kem vjedhe do t'u vjedhni, dhe u themun sot, 11 maj po vjen, është fundi juaj, ligji ju pret. Të dashur miq, u tuni dje shqiptarëve dhe sot pasaportë europiane Edi Rams, ka ftyrën e Taulat Ballës, ka ftyrën e tij, ka ftyrën e Jon Velis, ka ftyrën e Lefter Koks, ka ftyrën e Ergjys Çyrbes, ka ftyrën e Savet Bajrit, ka ftyrën e Suel Çels, ka ftyrën e bandave, e hajdutëve me të mëdhenj në Europë. Pasaportë e tij është mashtrimi i fundit që s'ka shqiptar që e beson. Mos harroni kurrë se në këto 10 vite 1 milion shqiptar morën pasaportë europiane, por vetëm duke u larguar nga Edi Rama dhe Shqipëria. Ndaj dhe t'i japim atij përgjigjen që meriton me 11 maj. Ju bëj thirrje ju që jeni këtë sallë, të gjithë qytetarëve shqiptarë në Itali dhe kudo që janë, të ulen bisedojnë me çdo shqiptar që është regjistruar për të votuar. Të votojnë ndryshimin, të votojnë rotacionin, të votojnë njëshin. Noi siamo uno. Noi siamo uno. È il numero del sole. Është numri i fitimtarve, është numri i adhetarve, është numri i shqiptarve, është numri juaj, është numri i fatit të Shqipërisë. Rrofshi ju, rrofsh Shqipëria. Fitore, fitore, fitore. Edhe maja edhe një qitë me unë, edhe një qitë me unë.
Shite edhe herë, doktor, edhe herë. Me dy kishta gjithë. Perfekt. Okej, hapu. Hapu çuna, hapu. Apri, per favore, grazie. Occhio, grazie.